Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Sot do të flasim për artin e të shkruarit, do të flasim për të bukurën, do të flasim për letërsinë. Dhe le të kujtojmë në minutat e para të këtij emisioni një plejad të tërë shkrimtarësh, të cilët të qarku të Korçës, të cilët natyrisht na kanë lënë një pasuri të jashtëzakonshme, fjalën e bukur. Ndjekim një material dhe rikthehemi menjëherë me të ftuarin e parë në studio.
Jemi rikthyer në studio në këtë montazh i cili ka bërë bashk shkrimtar dhe poet nga Korça, Pogradeci, Kolonja, Devolli dhe Prespa. Është bukur t'i sjellësh ndërmend të gjithë ata që kanë dhëndur bukur fjalën dhe që vinë të gjithë nga rajoni i Korçës. Unë sot kam kënaqësinë të kem një prej tyre. Nuk është hera e parë që ne takohemi dhe të flasim për letërsinë. Profesorin ton të dashur të Universitetit të Korçës, pedagogun e nderuar Eris Rusi. Eris, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Është kënaqësi për mua sa herë takohemi bashkë dhe flasim për artin e fjalës. Në fakt, po reflektoja mbi imazhet që qarkulluan në ekran dhe secilin nga portretet e krijuesve, e shkrimtarëve, poetëve që kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar në jetë dhe nuk janë më, po edhe të poetëve dhe shkrimtarëve që janë ende aktiv, secili kishte një pamje ku në sy lexoi një botë e tërë meditimesh. Dhe t'i jepet ndjesia që vetë letërsia i përngjan një udhëtimi me tren. Dhe në qoftë se ti pasagjer nuk merr mundimin të shfletosh një libër, është një lloj sikur ti të udhëtosh pa hedhur një syt nga dritarja e trenit. Ndërkohë që akti leximit është sikur ti të hedhësh syt edhe të shikosh një botë të madhërishme që kalon krah teje, është me ty edhe të bën të ndihesh pjesë e të magjishme, që është jeta edhe ekzistenca në thelb. Të paktën kjo ishte ndjesia që unë përjetova edhe është një ndjesi që duhet të përcillet te të gjithë ata që kanë sot një marrëdhënie gati konfliktuale me aktin e leximit, duke harruar që përmes shmangjes një libri, shmangjes një rrëfimi që mund të vijë nga një shkrimtar ose të një ndjesie që vjen nga një poet, ndodh e pashmangshmja që është shmangja e vetes, e vetvetes, edhe kjo është e dhimbshme, sepse ti u mbet një pjesë të esencës tënde si qenie njerëzore në këtë mënyrë. Profesor Erisi, si e shikon pozicionin që zë sot letërsia shqiptare në raport me letërsinë botërore? Padyshim që pas viteve 90 ndodhi ajo që mezi pritej nga krijuesit, mundësia që përmes edhe qarkullimit në atë që është bota e lirë e ideve, mendimeve, të bëhej një lloj letërsie e çliruar nga ato kushtëzime që vinin nga diktatura komuniste. Megjithatë, në ditët e sotme, akti të shkruarit është një akt i cili duhet përballet edhe me një lloj të ri lexuesi dhe është e vështirë që të gjenden mekanizmat që afrojnë autorin me lexuesin në një mënyrë tradicionale. Pra, vetë pozicioni i shkrimtarit ka ndryshuar, nuk është më ai autori i cili mund të gjejë një habitat të vetin, të ulet, të shkruajë dhe të krijojë, edhe pastaj të jenë lexuesit që e gjykojnë, por mekanizmat e nxisin autorin që të gjejë edhe forma të tjera komunikimi me lexuesit. Dhe kjo është deri diku e pashmangshme, vjen edhe si një presion që ndoshta ushtrohet në mënyrë të vetvetishme nga shtëpitë botuese, por ka edhe nga ata autora ma që nuk duan t'ia dim fare për këto rregulla të pashkruara dhe vijojnë të bëjnë letërsinë e tyre si akt ekzistencial të vetes së tyre, dhe kjo është forma më e pastër e letërsisë. Çfarë duhet bëjmë në ditët e sotme për të kultivuar dashurinë, ndoshta jo, po edhe një formë edukimi të letërsisë qysh në bankat e shkollës? Pikërisht tu hasen vështirësitë e ditëve të sotme. Çfarë mund të bëjmë më shumë? Si mund gjejmë forma, mënyra, teknika të ndryshme? Unë them që sot ne jetojmë në një kohë kur burimet e marrjes informacionit, po edhe të kënaqësive të momentit, edhe të argëtimit, janë të shumëllojshme. Dhe nuk mund të etiketosh negativisht një burim të ri ose alternativ, duke e krahasuar me burimet tradicionale. Megjithatë, është e nevojshme që të theksohet vlera që secili nga këto burime ka në momentin që ti nis ti shfrytëzosh ose ti praktikosh. Libri është një nga çelësat e ndërveprimit që individi ka me veten e tij. Dhe këtë nuk ta jep as shpenzimi kohës duke parë televizor, ose duke shijuar atë që është scrolling në rrjetet sociale. Akti leximit është një akt që ty të mundson
të njohësh edhe një pjesë të vetes tënde përmes përfiturimit që ti bën gjatë procesit të leximit. Ajo çka letërsia nxit është pjesa e imagjinatës dhe mua më vjen keq që edhe fëmijët e ditëve të sotme te pjesa e imagjinatës ecin me modele të gatshme. Që aty ne e ndjejmë atë lloj vështirësie që fëmijët kanë që të japin rrugë frymëzimit dhe imagjinatës së tyre duke nisur nga vetja. Marrin gjëra të cilat mund të shikohen në YouTube, që mund të shikohen në rrjetet sociale ose në televizor dhe aty duhet bërë ndërhyrja e parë përmes leximit edhe dhënies së teksteve letrare që realisht mund t'ju japim fëmijëve mundësinë para që të zgjerojnë leksikun e tyre, e dyta që të bëjmë pyetje që normalisht mund të vinë nga procesi i leximit dhe pastaj ata vetë të personifikojnë te protagonistët e veprave letrare sepse përmes librit është e mundur që të bëhet në mënyrë të menjëhershme një identifikim i tillë. Ndërhyrja e parë duhet të shkojë tek fëmijët dhe pastaj besoj i gjithë procesi duhet të jetë një proces që tek adoleshentët, po edhe te studentët të kultivohet nga ana e mësuesve ose pedagogëve. Pra, letërsia, po thoni, e ka fuqinë për të ndryshuar mendësinë e një brezi të ri, e këtij brezi të ri që ne kemi deri diku. Padyshim, ka nga ato vepra letrare të cilat mund të shkaktojnë një tronditje tek ajo që është vetdia e adoleshentit ose e një të riu në ditët e sotme. Sepse letërsia ndonjëherë di të thotë edhe të vërteta të mëdha, të cilat nuk do të dëgjohen të shqiptuara me zë të lartë nga të tjerët, të vërteta të cilat të bëjnë të shikosh me një këndvështrim ndryshe edhe jetën tënde, po edhe jetën e njerëzve në ambientin ku ti jeton, dhe në qoftë se ti fiton çelësin për t'i deshifruar këto të vërteta, padyshim që bëhesh më i mirë dhe më i gatshëm që t'i jepesh jetës plotësisht në tërësinë e saj. Dhe një letërsi e cila është e përcjell në këtë mënyrë tek lexuesit, mendoj mos që mund edhe duhet të bëjë ndryshimin. Nga ana tjetër ne sot jemi edhe të ngacmuar nga një model i keq i letërsisë së gatshme, i letërsisë që bëhet në mjete rrethanore ndonjëherë edhe përmes ndihmesës së inteligjencës artificiale, dhe kjo e humb dëshirën edhe intensitetin që duhet të ketë një tekst i mirëfillt letrar. Por nga ana tjetër mund të ndodhë që kohë pas kohe të gjesh një vepër, një autor që vërtet në momentin që vjen tek ty përmes romanit të tij, ti të ndjesh ndryshimin. Edhe ai ndryshim është diçka që mbetet, nuk është diçka që tretet si avull hapë mbyll syt. Dhe ky është një nga efektet më të dobishme që teksti letrar mund të ketë. Megjithatë, profesor, ende është një sfidë sot për mësuesit, për ata që shkruajnë, për poetët, për shkrimtarët, ose edhe për ata që përballen çdo ditë me të rinjtë, t'ju flasësh për shkrimtarë të periudhave të ndryshme, një pjesë e tyre kaluar në ekran, po unë përmend kolosët e letërsisë, për Migjenin, për Naimin, mendon që është një sfidë për mësuesit e letërsisë? Unë mendoj që ka një qasje tradicionale, e cila ndoshta duhet të ndryshojë, te mënyra se si përcillen edhe dëshirat për letërsi tek të rinjt në ditët e sotme. Sepse edhe një lloj imponimi i leximit të librave, siç janë lexuar, analizuar dikur, ndoshta nuk shkon në ditët e sotme. Por çfarë metoda mund të përdorin sot mësuesit pikërisht për t'i afruar më tepër? Unë besoj që të themi edhe dinamika e studimeve dhe e kritikës letrare në ditët e sotme i jep një hapësirë të gjerë lexuesit që ai vetë të ketë mundësi të risistemoj në këndvështrimin e tij atë që është frymëmarrja e një vepre letrare. Pra ti të ndjesh dihatjen e tekstit, të ndjesh oksigjenin që mbush mushkrit e faqeve të një libri, jo sipas ritmit të imponuar nga dikush tjetër që ka thënë diçka para 50 vitesh, po sipas mënyrës se si kjo frymëmarrje vjen sot në 2025 dhe t'i japësh ti një pjesë të kuptimit asaj çka është përmbajtja e veprës letrare. Është një lloj ndërveprimi dhe kjo i jep gjallëri edhe përfshirje së lexuesit sot tek ajo që është dinamika e ngjarjeve në një vepër. Edhe kjo le të themi bën të mundur që të ringjallet kërshëria për t'ju avitur veprave letrare.
Shko, profesor, ju vini nga një aktivitet i realizuar pak ditë më parë në Tiranë, Tirana Gate, që realizohet për të disatin vit. Për gjithë ata që nuk e njohin si event, cili është qëllimi? Tirana Gate është një logo e cila ecë paralelisht me emërtimin Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë për të rinj. Dhe mbledh krijues nga e gjithë bota. Këtë vit edicioni ishte, të themi, me një nuancë të veçantë, sepse kishte të pranishëm edhe shkrimtar nga Palestina. Vitin e kaluar ishin të ftuar shkrimtar nga Ukraina, pra nga këto zona në konflikt ku mendohet që mbjetesa si instinkti kryesor i njeriut duhet të mbizotrojë. Por ndërkohë edhe në këto vende ku ka rënoja dhe bomba, vijon të bëhet letërsi. Më bëri shumë përshtypje një video mesazh që vinte nga një poete nga Gaza, palestineze, dhe dritarja e apartamentit të saj ishte hapur. Gaza një vend që vijonte të bombardohej çdo ditë në çdo lloj orari, dhe kjo poete fliste e frymzuar me atë që ishte dashuria për fëmijët e saj, besimit e Zotit, po edhe besimit te letërsia, fliste për poezinë. Akoma më e çuditshme ishte që në një vend si Gaza, të bombarduar pa pushim, nga jashtë dëgjoheshin britmat edhe zërat e fëmijëve që luanin në rrugë. Dhe një gjallëri aq e madhe sa të bën përshtypje që nuk e gjen në lagjet e qytetit ton, nuk e gjen në lagjet e qyteteve të tjera të Shqipërisë, nuk e gjen edhe në lagjet të vendeve të tjera të Evropës, sepse ngjan sikur me këtë modernizim që ne kemi, me këtë lloj rehatije, qetësie për veten tonë, ne kemi humbur edhe dëshirën për të bërë zhurmë edhe për të jetuar në tërësinë e kuptimit të kësaj fjale. Dhe poetja fliste, i drejtoi Gazës sikur të ishte jo vendi i saj, po një gjallësë e cila e ushqente dhe mbante me shpresë, dhe ti dëgjoi ato fjalë dhe kuptoi që nuk ishin vetëm fjalë. Ishin një këndvështrim për ta parë jetën ndryshe, sepse gjithmonë në skajet e asaj çka është dramatike, njeriu ka mundësi që të kthjellohet edhe të kuptojë që ka vërtet gjëra për të cilat ja vlen të jetohet, ka vërtet gjëra për të cilat ja vlen të t'i harrosh edhe t'i lesh pas vetes. Dua të bëj dhe, më fal për parantezën e gjatë, edhe një ilustrim që vinte nga një prej astronautëve që ka qenë më gjatë në hapësirë këto kohët e fundit, dhe në intervistën që ai dha pasi zbriti nga misioni vet qiellor, ndjesia e vetme që kishte ishte ndjesia e absurditetit të grindjeve, konflikteve, kokçarjeve që kanë njerëzit në tokë, ndërkohë që prej së larti duket sikur çdo gjë është ose duhet të jetë në harmoni. Në harmoni, e qetë. Drejta, një jetë është, këtë thoshte shkencëtari, këtë thoshte poetja, unë pash një paralelizëm mes tyre dhe nëse ti mbrojtesh me këtë lloj mendimi brenda vetes, padyshim që përjeton edhe një lloj ndriçimi që nuk të ndahet asnjëherë. E bukur kjo, shumë e bukur. Po ndërkohë, të paktën nga disa foto të publikuara nga profesor Risi, unë kam patur mundësi që të shoh muaj letërsisë, është një mundësi, po jo vetëm muaj letërsisë, për të vizituar e për të realizuar aktivitete dhe në 2 shtëpitë muze të mrekullueshme të Dritora Gollit dhe të Ismail Kadares. Dhe ju keni patur mundësi që në shtëpinë muze të Ismail Kadares në Tiranë të realizohet një aktivitet pikërisht në kuadër të muajit të letërsisë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që këto 2 shtëpi muze nuk janë të hapura që aktivitetet të tilla të zhvillohen edhe në ditë të tjera të vitit. Në fakt, aktiviteti kishte një tematik që është e kohës, i referoi migrimit, largimit, ikjes edhe kujtesës. Dhe nisi në mënyrën më të mirë të mundshme për një temë të tillë, 2 nga panelistët e ftuar nuk erdhën, migruan, pra nuk ishin prezent në takim dhe e përligjen edhe natyrën e asaj çka ne do diskutonim. Por thënë kjo, një aktivitet i bërë në një apartament, në një pallat ku ka jetuar familja Ismail Kadares me Ismail Kadarem, familja e Dritora Gollit me Dritora Gollin, të jepte një ndjesi që ti ndodhesh në një vend ku koha duhet kishte një vlerë të dyfisht. Futesh brenda apartamentit që ishte një shtëpi muze dhe kuptoje që
asgjë në këtë botë nuk humbet, mund të shndrohet, të kalojë në një formë tjetër dhe në këtë formë tjetër ajo e ka vlerën e vet. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për letërsinë. Edhe mënyra e të bërit të letërsi ka ndryshuar nga koha në kohë dhe ka ndryshuar në varësi të lexuesve, të atyre që janë kërkesat e njerëzve që ju drejtohen teksteve letrare. Por thelbi i letërsisë në çdo kohë mbetet i njëjtë. Letërsia i drejtohet asaj që është e pachmuar, e pashpjegueshme, që lidhet me shpirtin njerëzor, me atë që nuk mund të deshifrohet dot, nuk mund të zhbirohet dot. Shumë njerëz mund të mendojnë që edhe nuk e kanë ndonjëherë, edhe që prapë se prapë gjendet brenda nesh dhe na vjen në formën e ndjesive të ngacmimeve që na bëjnë të jetojmë. Profesor, ndoshta ka ardhur koha që ne të ndryshojmë rrugën se ku duhet shkel lexuesi për ta çuar atë tek libri? Unë them që për atë kategori lexuesish që e ka pasion letërsinë, nuk është e nevojshme që të ketë asnjë lloj ndërhyrje, sepse një kategori lexuesish vjen të mbetet besnike e ritualit të leximit. Ka një kategori tjetër lexuesish që e shikon me një lloj stepje aktin e të lexuarit, duke menduar që është kohë e çuar dëm. Aty duhet të investohet dhe të kuptohet që është një kohë e fituar në fakt, koha përmes aktit të leximit dhe jo kohë e çuar dëm. Dhe është edhe një kategori më pragmatike që kërkon të di se çfarë fiton, dhe kësaj kategorie mesazhi që ju adresohet ose duhet ju adresohet është që mes morisë së librave ka edhe tekste që mund të jenë të dobishëm për interesat primar të tyre. Pra ka edhe një lloj letërsie e cila të udhëzon, të mëson, të jep një uri për të bërë ca gjëra që më përpara nuk dihet i bëje, për të krijuar qoftë edhe një lidhje më të shëndetshme me njerëzit e familjes tënde, dhe kjo letërsi të ofron të jep diçka, ndaj mund ta marrësh edhe ta shfrytëzosh për veten tënde. Edhe pak ditë na ndajnë nga panajiri i librit, që është një fest libri, që natyrisht sjell gjithmonë libra të një kohe të shkuar, na risjell autor, po natyrisht sjell edhe autor të rinj. Në takimet e shpeshta që ju bëni, a kemi ne të rinj që shkruajnë? Se duket ndonjëherë që gjithmonë i etiketojmë të rinjt, ata nuk e duan librin, ata nuk hyjnë në bibliotek, ata nuk lexojnë, po a kemi të rinj që edhe e duan artin e të shkruarit dhe hedhin në letër diçka? Ka të rinj që shkruajnë, që e shikojnë si një përballje të vetes së tyre me botën e aktin e shkrimit, pra nuk shkruajnë që të fitojnë atë 3 minutësh suksesi, po e bëjnë se ndjejnë si një domosdoshmëri të vetes, dhe mes këtyre të rinjve ka edhe emra të përvetshëm. Ervin Nezha është një shkrimtar i ri, është mësues në një nga shkollat e Librazhdit, është një nga prozatorët më të talentuar dhe s'është ende 30 vjeç, megjithëse nuk qarkullon shumë në median tradicionale. Letërsia e tij është një letërsi që ti kur e ndesh kërkon ta lexosh, ta shijosh edhe të mos ndahesh. Ka të rinj të cilët provojnë të bëjnë një lloj letërsie që akoma nuk është e përhapur sa duhet në vendin tonë, por është tetë e suksesshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në vende të tjera të zhvilluara të Evropës. Pra që marrin modele të gatshme dhe kërkojnë ti vënë në jetë në atë që është konteksti shqiptar. Dhe unë këtu shikoj një orvatje të jetë pozitive për të përballur edhe me veten, për të përballur edhe me botën dhe për t'i ofruar lexuesve edhe një qasje, një këndvështrim të ri. E keqja më e madhe vjen nga lexuesit që mbeten gjithmonë skeptik ndaj autorëve shqiptar, dhe ky skepticizëm ka të bëjë ndoshta me një lloj mendësie që nuk lidhet vetëm me letërsinë druajon, por lidhet me çdo gjë që është shqiptare. Mes një mjeku të huaj dhe një mjeku shqiptar, ne do shkojmë te i huaj. Mes një kostumi nga një rroba qepës i huaj dhe një shqiptar, ne kemi një lloj qasje për të qenë si të nështruar ndaj të huajës, ndërkohë që nuk është më koha që ne ta kemi një lloj modelit të sjelljes të kësaj natyre, sepse tek e fundit në botën e sotme
edhe modelet nga fushat të ndryshme shqiptare kanë rezultuar jo vetëm të suksesshme, po në pararoj. Kështu që në mesin e këtyre shqiptarëve të suksesshëm që vi sigurisht nga fushat të ndryshme, pa diskutim që kemi shkrimtarë dhe poet shqiptar të cilët pa diskutim kori sukses edhe në arenat ndërkombëtare. Po besoj se problemi në thonjza më i madh që ndoshta ka shoqëria e sotme është kultivimi i hershëm i të lexuarit. Ai është unë kam vetë të themi rrugtimin tim me vajzën time dhe ajo çka kërkoj gjithmonë, pavarësisht pasioneve të saj, që mund të jenë muzika, mund të jenë sporti, i kërkoj që pjesën e letërsisë ta shikoj si një akt investimi te vetja. Sepse letërsia të bën të jesh më i qeshur, të pranosh veten tënde në fillim, të pranosh edhe botën, të kapërcesh edhe një pjesë të paragjykimeve që shoqërisja jona i kultivon, dashur pa dashur. Një nga leximet e fundit të vajzës sime lidhej me një rrëfim ku protagonistja e tregimit ishte një vajzë me aftësi ndryshe. Dhe ti përmes aktit të leximit të marrësh një lloj profili të ngrohtë, do të thotë që nesër kur në jetë të përballesh edhe me fëmijë që janë me aftësi ndryshe, ti je e para që të shkosh drejt tyre, jo të tregosh skeptike, jo të kesh më dyshjet e tua. Pra, letërsim për vajzën time, dua jo që kur të rritet ajo të ndjek gjurmët e gjyshit të saj, të poetit Skënder Rusi, por që të jetë më mirë për veten e vet. Edhe kjo është ajo që çdo prind duhet të dojë për fëmijën e tij. Dhe të dashur prindër, libri është mënyra më e mirë për ta edukuar një fëmijë, pavarësisht shpeshherë prindrit në biseda të ndryshme i dëgjojmë teksa thonë që nuk kemi kohë, kemi angazhime. Blini një libër. Blini një libër dhe keni bërë gjysmën e punës tuaj. Mendoj që profesor Erisi do donim gjatë të flisnim për letërsinë, po sigurisht që do të rikthehemi sepse panajeri i librit troket shumë shpejt, edhe besoj do të flasim edhe për librat me të cilat ju do të jeni pjesë e panajerit. Përveç përkthimit, kemi diçka në dorë tani? Ja, përkthimet mbulojnë pjesën më të madhe të kohës. Kështu që besoj do të prezantoheni në panajir sërish me përkthime të reja? Po, unë shpresoj dhe kjo është diçka që po e them tani meqense është një proces i përfunduar. Ka një vit e gjysmë që jam marrë me një tekst i cili më ka dhënë shumë dhe që lidhet me krijimin e një profili letrar, një biografi e letrarizuar e një prej themeluesve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, një profesor i cili ka profilin edhe portretin e një shkencëtari, po një herësh ka pasur edhe një jetë nga cila kishe se çfarë të merrje dhe të mësoje. Dhe është një lloj letërsie që lidhet edhe me një ndryshim të modelit të shkruarit që unë kam nisur, pra biografi të letrarizuara, ku në këtë rast modeli i këtij profesori është një model i cili përtej pjesës akademike ka pjesën jetësore, ka pjesën e politikës, që është për tu admiruar. Bëhet fjalë për profesor Lek Gjiknurin, i cili ka dhënë një kontribut të paçmuar në krijimin e Muzeut Shkencave të Natyrës, ka qenë një ndër të parët që mundsoi edhe realizimin e skeletit të balenës që është pjesë e këtij muzeu, ka qenë nga themeluesit e departamenteve në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ka qenë politikan, deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, por mbi të gjitha ka qenë një njeri i drejtë, i ndershëm, që çmoi pikërisht për këto virtytet e tij. Turojmë shumë suksese, mezi presim që të flasim gjëre gjatë për atëre për këtë figurë edhe për kontributin e tij të çmuar. Profesor Erisi, unë falenderoj. Nëpërmjet kësaj bisede pa diskutim që kemi dhënë mesazhe të forta për letërsinë, për fjalën, për artin e bukur të fjalës, të cilën absolutisht duhet ta kemi çdo ditë me vete. Ne do të kalojmë në shumë pak minuta publicitet, sepse do të kemi të ftuar në pjesën e dytë
dy poete, dy shkrimtare, të cilat janë pjesë edhe e klubit Bota e Re, të cilin tashmë profesor Erisi e drejton prej vitesh, dhe do t'jetë edhe në puntatat e ardhshme të këtij formati televiziv promovimi i vlerave, në fakt që ka ky klub që mban në vete të gjitha grup moshave. Takohemi pas pak. Kemi kaluar tani në pjesën e dytë të Pak nga të gjitha me dy të ftuara të tjera të veçanta. Në këtë program do të vazhdojmë të flasim për të bukurën, do të vazhdojmë të flasim për artin e të shkruarit. Do të flasim me dy poete, me dy shkrimtare, të cilat tashmë prej vitesh janë prezantuar publikut me vargjet, me poezit dhe me prozat e tyre. Kam kënaqësinë t'i kem për herë të parë në këtë format televiziv, po jo për herë të parë ato ndajnë me publikun poezit e prozat e tyre. Kënaqësi që kam të ftuar zonjën Mimoza Marku dhe Suela Cenolli. Mimoza, mirë se erdhen Pak nga të gjitha. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi për mua që për herë të parë ju kam në një bisedë të ngrohtë, sidomos në mënyrë të veçantë në kuadër edhe të muajit të letërsisë. Ju falenderoj që na ftuat. Me Suelen kam pasur mundësi të njihem nga afër në një takim shumë interesant për shkrimtarin Stereospase, dhe në momentin kur më ka dhuruar librin e saj, Shitësja e ëmbëlsirave, më ka bërë për vete që në titullin e këtij romani. Titulli ishte shumë tërheqës dhe shumë zhbirues për të zbuluar çfarë ëmbëlsira fshiheshin aty brenda faqeve. Të uroj shumë suksese, po me Suelen do të flasim sepse ajo ditë ta thur bukur edhe vargun poetik. Ndërkohë me Mozën kemi një raport tjetër sepse Moza ka një përvojë shumë të bukur edhe si mësuese e gjuhës shqipe dhe letërsisë, apo jo? Po. Moza, jetojmë në kohë të tjera dhe ti e shpreh vazhdimisht këtë shqetësim tëndin edhe në vargjet e tua. Si mundet ne në kohët e sotme tua kultivojmë të rinjve dashurinë për letërsinë? Të duket një sfidë e kohës? Në të vërtetë është një sfidë e kohës, sepse ka hyrë shumë interneti, edhe gjithmonë më shumë po ze vend interneti, të rinj të harxojnë më shumë kohë me kompjutrat, dhe i lënë më pak kohë leximit, ndërsa ne për shembull në kohën tonë kishim në dispozicion kohë vetëm për librat më shumë. Kjo është e vërtet. Ka dhe ato anë të mira, sepse dhe nga interneti marrin informacion më shpejt, informacion të gjerë, por gjithsesi libri nuk e zvendëson dot. Pse nuk e zvendëson dot? Kjo në fakt është një shprehje e cila qarkullon gjithmonë edhe në diskutime të ndryshme dhe në rrethet të ngushta shoqërore. Gjithmonë thuhet, librin nuk e zvendëson dot askush. Për çfarë arsye? E para e punës njërë edhe inteligjenca artificiale që ka dalë tani edhe të gjitha të tjerat janë shpikje të njeriut. Produkti mendjes njerëzore. Janë mekanizma. Ndërsa libri edh në fletë, ndjenjat, përjetimet e autorit, ashtu si ai ka ndjerë dhe na i përcjell nëpërmjet shkrimeve të tija, dhe ne i përjetojmë, domethënë ka anën edhe estetike dhe të përjetimit artistik që është më i bukur. Ndryshe. Suela, ke menduar ndonjëherë që librat e tu t'ja përcjellësh brezit të rinj në një formë tjetër? Duke qenë se tha edhe Moza që është pak i vështirë që sot një njerëz ta marr librin fizikisht në dorë. Sot ka mënyra të tjera edhe për shembull po them një nga format që është audiobook, po mund të ketë edhe forma të tjera. Nuk di se në ç'formë do t'i vi lexuesit në ndihmë për ta patur primare të lexuarin, ashtu siç e kishim ne në kohën tonë, siç tha dhe Moza. Por në lidhje me këtë dua të them një diçka që e kam dëgjuar së fundmi. Një profesor dhe një nxënës. Dhe nxënësi e pyet profesorin: "Profesor, pse duhet të lexojmë?" Thotë, "Që na thoni gjithmonë, lexoni." Thot profesori. "Mirë," thot. "Merre këtë kanistrën dhe jep një kanistër të pisët të palar. Mbushe me ujë," thot. Dhe fillon nxënësi merr ujë në lum dhe hedh kanistrën, por ajo nuk mban. Hidh profesor, thot, "U lodha. Nuk mban ujë. Ku e ka gjithë kuptimin kjo?" "Mirë," thot, "e mban mendsi ishte në fillim?"
Po, thot ishte e pisët. E shikon si është tani? Është pastruar, thot, dhe duket më e bukur, më e re. Ashtu edhe mendja jote, thot, duke lexuar ti vazhdimisht, ajo të pastron ato mendësitë e liga, energji negative dhe të mbush plot energji pozitive. Fjalori të pasurohet sigurisht dhe ti do më flasësh një ditë më bukur se sa ç'po më thua kështu. Dhe sigurisht që kemi edhe përjetime të tjera, sepse ngjarjet që rrëfen në libra të ndryshëm e futin pa diskutim lexuesin në një botë tjetër. Absolutisht po. Kur ke vendosur që të ndash poezitë e tua me publikun dhe the tani erdhi koha? Kam filluar të shkruaj kur isha në emigracion, ndoshta emigracioni më shërbevi si motiv, e ndjeva nevojë për veten time, nga ana personale, por edhe për me gjerë, me një fjalë, e ndjeva nevojë të shkruanja. Njeriu kur shkruan duhet t'i ndaj me të tjerët, ajo e ka vlerën, aty e ka vlerën shkrimi me një fjalë, poezia ose proza, se nuk ka kuptim të shkruash për vete. Dhe që atëre me një fjalë nga vitet 2000, se në 2001 jam kthyer, kam bërë një promovim, edhe këtu më kanë thirrur në televizion. Dhe pastaja me një fjalë u bëra pjesë e klubit dhe vazhdova të shkruanja. Shkrojta në fillim në emigracion kam shkruar endre të razuar dhe u zgjuam të trembur. Kur u ktheva pas kthimit në AD kam shkruar Apu dhe vlerave, poezi dhe publicistikë, kam shkruar Pranverë vonuar dhe tani sapo doli nga botimi është bukur ti jesh njeri. Është bukur ti jesh njeri. Unë kam patur mundësi të shfletoj Pranverë vonuar dhe pa diskutim pas kësaj bisede moza do jetë pjesë e bibliotekës time personale, mezi po e pres edhe vëllimin tjetër është bukur ti jesh njeri, sepse që në titull duket që aty do ketë pak më tepër optimizëm. Kur krimi punësohet në gjykat dhe vjedhja bëhet fotomodel, të papunët pin kafe rehat, paraja pa djers u del. Të janë vetëm disa nga shumë vargjet e Pranverë vonuar, ku në vargjet e Mimozës mund gjesh aty edhe personazhe që vinë nga letërsia, sigurisht të para në një kohë tjetër. Pse e bën këtë zgjedhje Moza? Pse personazhet e tu vinë në një kohë tjetër? Romeo, Julieta, Hamleti. Po, ata janë kthyer në simbol. Dhe pavarësisht kohës, domethënë kam kapur anën figurative që është, prandaj janë vepra universale, me vlera universale, sepse janë në çdo kohë dhe në çdo janë të vërteta dhe përcjellin mesazhe. Prandaj edhe ju jam kthyer dhe kam sjellë një mesazh për kohën. Kam sjellë një mesazh për kohën gjithmonë. Ju jam referuar atyre sepse janë dhe të njohur. Edhe publiku e di, për shembull, kush është historia e Romeo dhe Julietës, ose Macbethit, ose Hamletit. Pra bën këtë lloj zgjedhje. Dhe bëj këtë lloj zgjedhje në mënyrë që të sjell një... Ato janë, domethënë, janë me vlera universale dhe janë aktuale në çdo kohë. Çfarë të frymëzon më shumë kur merr lapsin dhe shkruan? Realiteti, pavarësisht se si mund të jetë, shpeshherë është gri, shpeshherë është me diell, apo ka diçka që e mban të fshehur, një kujtim, një dhimbje? Në të vërtetë të them disa fjalë për, edhe siç e pat edhe nga titujt, ka një lidhje logjike në krijimtarin time. Ajo fillon me një ëndër të trazuar që janë në vitet e tranzicionit, përmbysja e diktaturës, ajo gjendja në kaos, kur njeriu nuk dinte cila do ishte ardhmja, morën ato tragetet i rëmbyen edhe malin që të ka përdhenin kufirin e tjera, dhe eksodi ishte, domethënë, fjala e ditës, dhe fillova, ajo ishte si një ëndër e trazuar për mua, me një fjalë një shqetësim. Dhe vazhdon me librin tjetër U zgjuam të trembur, tamam, domethënë ka një zgjim nga ëndra e trazuar, një zgjim të trembur, dhe pastaja vijon me Apu dhe vlerave, sepse kisha ardhur, isha kthyer në Shqipëri dhe pashe që jo çdo gjë domethënë funksiononte siç duhet. Për hir të së vërtetës korrupsioni ishte evident, dhe gjërat ligji vononte të zbatohej dhe shumë ngjarje domethënë jo të dhimbshme dhe jo ashtu siç duhej i dëgjonin për ditë, i hasnin për ditë. Dhe në përgjithësi pra është një tema sociale që kam kapur.
Është dhe përfundoj tani me librin e fundit, është bukur ti jesh njeri. Dua të them dy fjalë, ka një lloj vazhdimësie në të gjithë këtë, dhe dua të them sepse poezia, krimtaria ime, është në përgjithësi një udhëtim në ato rrugët e shpirtit, ku pse të ndryshme më shqetësonin. Më dilnin, më prisnin rrugën. Dhe këto poezi që shkrojta janë pikërisht përgjigjet e këtyre poezive. Tek libri Pranverë e vonuar, përfundova me atë mesazh, se unë ja thesha vetes, ja thesha dhe lexuesit, që njeriu po të bëjë zgjedhjet e duhura në jetë, me një fjalë, edhe fati do të shpërblejë, si të thuash. Mirë, po më tej, do me thënë, në atë udhëtimin tim, mendova që jo çdo gjë varet nga ne. Shumë herë, pavarësisht vullnetit tonë të mirë, ne gjendemi në situata, do me thënë, në situata paradoksale, të cilat nuk na lënë rrugdalje. Dhe kjo ndoshta përirë të asaj që ne jemi pjesës së terrës. Dhe ajo që ka interes është për universin, të themi, është triumfi jetës. Ne jemi individi. Individi është pjesës së terrës. Nuk ka rëndësi subjekti, si thua, për struktura. Jo qenja, por marrëdhënia. Me një fjalë, shpeshherë bëhemi trashëgimtarë të një fati, do me thënë, të përcaktuar deri diku? Jo të përcaktuar deri diku në kuptimin që ne punojmë dhe kemi vullnetin e mirë, për shembull, në një rast e ka edhe që, por nganjëherë mëkatet kalojnë edhe përtej brezave. Ne trashëgojmë situash, jemi pjesë e një komuniteti dhe do kemi një fat deri diku edhe të përbashkët. Shpërthen një luftë, për shembull, në Ukrainë, dhe ata njerëzit mendonë se kanë bërë një zgjedhje shumë edhe kanë punuar me ndeshmëri, ju përmbyse çdo gjë. Me një fjalë, nuk është çdo gjë në dorën tonë. Dhe letërsia është një formë për të sjellë tek lexuesit pikërisht këto lloj ngjarjesh, situatash dhe ndjesish. Gjithsesi dua të them, njeriu ka në dorë që të jetë njeri. Sepse që të jesh njeri në kuptimin e mirë të fjalës, të jesh me fjalë njeri me vlera, është gjë e bukur dhe është rruga për të lumturia. Jo gjithmonë ato, si të thuash, mëkati shpeshherë janë ato rrugët e shkurtra që nganjëherë na sillin edhe kënaqësi të çastit, edhe shihet, por ama nuk është zgjidhje, si të thuash, sepse ajo është pika e rënies, mëkati është pika e rënies për shpirtin. Do me thënë që t'jesh i lumtur, duhet t'jesh i dobishëm për jetën, i dobishëm për njerëzit. Këtë ka qenë mesazhi që kam përcjellë dhe kam dalë deri tek libri i fundit, është bukur ti jesh njeri, sepse dua të them që në fund të fundit të lumtur o njerëz bëheni vetëm duke qenë aq sa kemi në dorë. Bëhemi duke qenë të dobishëm për jetën, duke qenë të dobishëm për njeriun, duke mbajtur edhe trashëguar vlerat dhe jetën siç na i sollën paraardhësit tanë, me aq mund sa mundën, sa patën mundësi dhe sa ditën të bënin, dhe ne t'ja ulem trashëgim brezave. Dhe kjo është e bukur. Këtu është del mesazhi i fundit, do me thënë, është bukur ti jesh njeri. Është bukur ti jesh njeri. Ndërkohë, ju Suela, si e keni nisur udhëtimin tuaj në letërsi? Keni zgjedhur poezinë, ka qenë më e thjeshtë në varg apo në prozë? Shikoj, piknisja ime ka qenë poezia, sigurisht, në fillimet e para, po. Dhe më tamam si ajo dashuria e parë, e parësyshme, e papërmbajtshme. Më pas, njoha prozën, në vegjëli, sigurisht edhe prozën. Dhe atëherë kuptova që ndjenja nuk ka vetëm nevojë për shpërthim, por edhe për rrëfim. Dhe kështu kam ecur paralelisht, poezi, prozë, pavarësisht se ka bërë ta ruash ekuilibrin pikërisht kjo lloj zgjedhje? Madje në prozë ndihem më e lirshme. Sigurisht si çdo shkrimtar, kam më shumë hapësirë për të shprehur çfarë mendon, ndërkohë që në poezi ti je më e cunguar, më e limituar në të zgjedhur. Megjithëse mendoj që ja kam arritur edhe përmes dy vëllimeve të mia me poezi, ta shpreh qartë atë që dua të them. Cilat janë kryesisht tematikat që zgjedh në krimtarinë tënde? Çfarë të shqetëson, të gëzon, të lumturon, kë kërkon të ndash me publikun? Për shembull, mua më frymëzon një njerëz i zakonshëm.
Më frymëzon ajo ndjesia midis ëndrrës dhe realitetit. Koha që ikën pa zhurmë, kujtimet që nuk plaken. Me një fjalë shkurt, unë dua t'u jap zë atyre gjërave që duan të dëgjohen për s'kan zë. Me anë të shkrimeve kam menduar që në një farë mënyrë ti Pra i më tepër tek realiteti përditshëm se sa tek imagjinata apo i bën një gëshetim të të dyja? Me të dyja, sepse nga realiteti marr materialin, me imagjinat i shpirtëzoj. Pa realitetin do isha kronike, pa imagjinatën do isha e turbull, në mjergull. Dhe mendoj që letërsia është aty ku takojnë këto të dyja. Po Korça, sa të ka frymëzuar si qytet? Shumë. Ke vendosur që personazhet e tua ti vendosësh ndonjëherë në situata të ndryshme, në rrugë të ndryshme, mjedisen, kohën, hapësirë, brenda këtij qyteti? Po. Korçës madje kam kushtuar një poezi në vëllimin e dytë kur flet ndjenja. Atëherë, ti njohim edhe vëllimet me poezi sepse shitsen e ëmbëlsirave tashmë e njoh. Një poezi kam kushtuar. Nuk e di se si është radha e këtyre, po kjo nuk ka rëndësi, për publikun ka rëndësi kur flet ndjenja. Kur flet ndjenja e Suelës, është një vëllim me poezi, kjo nuk ka rëndësi se kur janë shkruar, sepse poezia është e lexueshme në çdo kohë dhe ka vlerë në çdo kohë, ashtu sikurse dhe dremitja e lumturisë. Kjo është vëllimi i parë. Me këtë je paraqitur publikut. Pra, kjo është dremitja e lumturisë e para, sepse duaj që publiku ta njohë dhe kush ka dëshirë sigurisht që mund ta lexojë në çdo kohë. Një poezi kushtuar Korçës, sigurisht vajzave paradës, së veshjeve të bukura të vajzave korçare, të djemve që pëlqejnë ti ngacmojnë, të shirave që lagin trotuarët dhe asgjë dhe askush nuk e ndalon Korçën të gjallërohet, të bleroj për aromën e blireve. Madje edhe në prozën, në librin e fundit të roman, Shitësia e ëmbëlsirave, megjithëse personazhi kryesor që vjen nga një realitet nuk ka banuar në Korçë, unë kam preferuar që vendbanimi i saj të ketë qenë Korça. Unë kam përmendur disa rrugë, disa qoshe, Ilda, po personazhi kryesor, disa rrugë, qoshe, disa dyqane, që fare mirë kush e njeh mirë qytetin mund të identifikojë. E kupton shumë mirë se ku ndodhet Ilda. Po, ku ndodhet. Po. Tani duhet ndalem pak edhe Mozën dua ta pyes se sigurisht sot shpeshherë në biseda të ndryshme kur e fjalë e diskutimit është fjala. Ajo keq përdoret, shpërdorohet, sa ndihmon pikërisht gëdhëndja mirë e fjalës nga poetët dhe prozët për ta mbajtur atë në standard, ashtu siç duhet. Sa ndihmoni ju poetët dhe shkrimtarët për ta bërë një gjë të tillë? Letërsia ka tiparin kryesor estetikën. Ajo pavarësisht objektit që shkruan, objekti mund të jetë edhe diçka e shëmtuar, por forma e saj e bën është gjithmonë e bukur. Me fjalë dhe e përcjell si vlerë të bukur. Dhe natyrisht që përzgjedhja e fjalës është gjua, ritmi, metri, të gjitha këto janë prioritet. Me fjalë sa më shumë të jetë e përzgjedhur, aq më bukur do përcillet tek lexuesi. Dhe edukon, sepse prek ndjenjat, prek shpirtin, prek dhe si e tillë me një fjalë njeriu duke lexuar bëhet më i mirë. Sepse letërsia... Dhe natyrisht që pasuron edhe fjalorin. Punon gjatë me fjalën, sa herë të duhet ndonjëherë t'i rikthehesh dhe të kuptosh se si mund ta pres lexuesi këtë. Shiko, fjala nuk është mjet që ti të mund t'i bësh ç'të duash, e kupton? Thjesht duhet ta respektosh që ajo të ndjekë. Po aman thjesht e përkufizoj me një diçka të tillë, ashtu si një zdrukthëtar që merret me një dru të rrallë, e limon, e fërkon, e trajton mirë, që ta nxjerr sa më bukur në formën që ai ka në mendje apo në një imazh. Ashtu edhe unë, duke e vendosur atë fjalë që dua, e rrithem me mendje, e them me zë, shkon apo nuk shkon, e heq, vendos një tjetër, sigurisht që punoj dhe unë me fjalën, se duhet të mendohesh, pa ashtu si kur flet të mendohesh 10 herë pa të nxjerrësh një herë, ashtu edhe në të shkruar, mendojmë që duhet të jemi përzgjedhës. Më thatë pak më parë, Suela, që unë përpiqem që të ruaj ekuilibrat mes imagjinatës dhe realitetit. Në rrëfimet tuaj, në prozën tuaj, si ruajt ky ekuilibër? Ka diçka, ka ndonjë element biografik aty brenda?
Patjetër. Pra, rëfen për veten apo dhe për të tjerët? Mendoj, mendimi im personal. Pa futur pak shpirt, poeti apo shkrimtari unë nuk mund ta quaj një vepër të bukur, pa futur pak shpirt nga vetja. Donjëherë flet për të tjerët, thjesht për të mos zbuluar veten. Thjesht ju ndryshon emrat për të mos zbuluar veten, herë. Sigurisht që niser dhe shkruan për një dëshirë të dikujt, të një miku, të një frymëzim që të erdhi e çastit, por kanë futur dhe pjesë nga shpirti. Çfarë kërkon ti durosh lexuesit përmes veprave të tua, përmes poezisë dhe prozës? Më shumë se sa të mbahem mend nga emri, duaj që të mbahet mend ndjesia që të le leximi. Ajo që mbetet pas leximit, çfarë ka ndje, çfarë i ka ndikuar, çfarë ka ndikuar në mendjen e tij. Kjo më pëlqen më shumë ti përcjell lexuesit. Si e sheh rolin që mund të luash ti si poete apo si shkrimtare në shoqëri sot? Sa ndikim mund të kesh, sa influencë mund të kesh? Shiko, si thon një fjalë, shkrimtari nuk lufton me armë, por me fjalë. Një shkrimtar i vetëm nuk mund ta ndryshojë botën, sigurisht, por është i aftë ama të bëj dikë të ndaloj për një çast, të reflektoj, madje ndoshta edhe të ndryshoj diçka te vetja. Por në të gjithë botën ne jemi shumë shkrimtarë dhe sikur secili të bënim të ndalonte një person, të reflektoj, të ndryshoj, atëherë do bëheshin shumë persona. Një shkrimtar nuk mundet, por shumë persona po. Unë këtë kam synim, mbase nuk e di sa do t'ja arri, se ka fjala, veprat, leximet, për të ndaluar dikë të reflektoj, të pëlqej leximet e mia dhe mbase edhe të ndjek diçka nga leximet e mia, nga shkrimet e mia. Moza, në vëllimin që tashmë ka dalë në treg, ka më shumë shpresë, ka më shumë besim për ndryshim? Pra gjitha ato probleme sociale që janë trajtuar, mendojnë që tashmë i përkasin një kohë tjetër, kanë ardhur duke u pastruar ujërat në mënyrë metaforike? Probleme ka. Për hir të së vërtetës dhe do ketë, sepse jeta kështu e ka kontraditën brenda. Është një lufta, është lufta e dritës me errësirën. Lufta e jetës me vdekjen. Po unë kam nxjerrë këtë si konkluzion, që e kam thënë edhe nëpërmjet poezive të mia, që në këtë luftë me fjalët të dritës me errësirën, njeriu afirmon veten, shpalos piqet, rritet si njeri, nxjerr përvoja, nxjerr mësime, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Me një fjalë duhet ta pranojmë atë si një sfidë, luftën, si një sfidë që me një fjalë që na rrit, dhe jo si një problem që të na dëshpërojë dhe të heqim dorë, domethënë, dhe të mërzitemi dhe po të jemi optimist. Të jemi optimistë, të nxjerrim mësimet nga problemet dhe ta shikojmë me një fjalë si diçka, domethënë, si pjesë e jetës. Tani, te ky vëllimi këtu, pranverë vonuar e Mozës, është një poezi shumë e bukur që ka në thelb një njeriu idealist. Moza, ti beson tek një njeri që ruan vlerat e veta duke besuar tek e vërteta absolute? Vazhdon të jetë ky njeriu tek ty? Vazhdon të jetë apo vjen një njeriu i një kohe tjetër, një shekulli tjetër? Unë e thash edhe pak më parë që me një fjalë, idealizmi është brenda nesh. Ne ruajmë brenda vetes idealet, dëshirën për të mirën. E kemi, si të thuash, në formën e një parajse të fshehur brenda nesh, se gjithsecili nga ne ka të mirën brenda. Jeta pastaja të zbulon, si të thuash, si edukohesh, si formohesh, që në fëmijëri me një fjalë, dhe shpeshherë nuk na përgatit, si të thuash, po megjithatë ti do t'i rishkruaje sërish këto poezi, po në një formë, në një mënyrë tjetër? Tashi, ardhmja do ta tregoj, unë jam e kënaqur me veten time, me ata që më ndihmuan, që më inkurajuan, me Zotin vet, që pata mundësinë ta përmbushja atë që desha. Me një fjalë, thash që në fillim se ishte si një rrugë që nisa, me pyetje të shumta,
janë ato pyetjet ekzistenciale që janë të vjetra sa vetë njerëzimi dhe i trashëgohen, çdo njeri i ka para vetes me një fjalë, mendohet ç'është jeta, cili është roli tonë, cila është e mira, cila është e keqja, si duhet t'i edukojmë fëmijët tanë. Këto janë pyetje që janë Poezia dhe proza është një mënyrë shumë e mirë për t'i shprehur, për t'i ndarë këto. Një shqetësimi ynë, janë ato dilemat njerëzore që e shqetësojnë njeriun që kur ka lindur njerëzimi dhe vazhdimisht. Unë gjeta këtë formë për ta shprehur. Shitësja e ëmbëlsirave që unë e përmenda në fakt që në kryet erës, që në fillim të kësaj bisede, është një personazh i cili që në titull të tërheq a thua se do të servirë ëmbëlsira këtu brenda. Në fakt çfarë përfaqëson Suela kjo shitësja jote? Atëherë, shitësja e ëmbëlsirave është një roman ku, siç thash, mbizotëron personazhi kryesor Ilda, e cila përfaqëson atë gruan shqiptare që në realitet shtypen, sidomos në zonat rurale, në zonat e thella, fatkeqësisht akoma gratë shtypen nga mentaliteti që gruaja është e dobët, e paaftë për të çarë në shoqëri, për të realizuar ëndrat e saj. Dhe Ilda është një nga ato gra që i përmbys të gjitha këto mentalitete, megjithse jeton në zonat rurale. Personazhet shoqërues të tjerë kanë qenë gjithashtu në ndihmë të Ildës, por Ilda është ajo që kryeson dhe që jep kontributin kryesor që edhe ata të dalin në dritë, siç dëshirojnë gratë. Ke zgjedhur një rrëfim linear apo simbolika të forta? Ka simbolika të forta. Shiko, më është dashur të ndaloj në kohë, të kthehem pas, të harrohem pas edhe në disa kujtime dhe të rikthehem sërish në të tashmen. Simbolikat janë, si të thuash, si ato dritat e rrugës natën, që nuk të tregojnë gjithçka, nuk sheh gjithçka, por ama nuk të lënë të humbasësh. Të orientojnë dhe nuk të lën vetëm. Nuk të lën të humbasësh. Nuk të lën vetëm. Cili mendon që është elementi më i bukur stilistik që ti zgjedh, jo vetëm tek shitësja, po pothuajse te të gjitha librat e tu, edhe tek poezitë, edhe tek proza? Më tepër mendoj që mbizotëron ajo muzikaliteti. E kam, do më thënë, janë me rimë përgjithsisht, poezit flas, janë me rimë, dhe duke i lexuar, mendoj që krijojnë një simfoni. Moza, çfarë të vërteta të tjera të kësaj shoqërie ne mund, ose më saktë ju si poet, mund t'i ndani me publikun? Pra, a mund të ketë të vërteta të cilat poeti ndoshta edhe mund të sprapset? Ndoshta s'duhet i ndaj me publikun. Forca e poezisë është kur themi të vërtetën. Edhe e kompromisi. Kjo është, dhe unë kam zgjedhur të jem rebele në një farë mënyre, të them gjërat ashtu siç janë, nëse do të lexoni gjithë poezitë e mia, edhe nga të tjerë lexues e kanë shprehur këtë, me një fjalë, aty është bukuria. Nëse njeriu bën kompromise, pastaj ajo nuk është një letërsi e mirëfilltë, si të thuash, ajo që bën elozhe dhe që mbulon defekte dhe i shërben njerëz, ose unë nuk ju kam shërbyer të tilla, domethënë unë kam qenë me njeriu e thjeshtë me të vërtetën. Me të vërtetën. Shkrimtari në fundit është pasqyra që ku duket pluri realiteti. Nuk mund ta fshej një shkrimtar jo. Vetëm atje mos e kërkojnë. Kjo në një farë mënyrë moza ishte edhe një lloj mesazhi që i përcjellim atyre edhe që na dëgjojnë, veçanërisht unë një mesazh e dua për të rinjt, atyre me cilët ne filluam këtë bisedë së bashku. Pra, atyre që e kanë pak të vështirë ta marrin librin në dorë. Si mund t'i ndihmojnë poetët dhe shkrimtarët? Pikërisht ata të rinj. A mund ta gjejnë ata veten pikërisht në këto rrëfime? Si mund t'i ndihmojnë? Atë apu dhe vlerave e kam bërë promovim në universitet. Po. Sepse një pedagoge që
i dhash librin e bëra dhuratë, tha ky është ka vlera edukative dhe duhet që të bëhet ta lexojnë studentët. Tash kjo është edhe puna e çike e stafit pedagogjik. Për shembull mua vjet më kanë thirrur në disa shkolla, kur më thirrën unë vajta, domethënë. Në Zëmblak kanë vajtur, në Lumalas kanë vajtur, me atë koordinatoren e arsimit më thiri dhe doli diçka e bukur, ato nxënësit mbetën të kënaqura. Me një fjalë, ne jemi të gatshme dhe përderisa shkruajmë, e thash edhe ti, po su nda me të tjerët letërsia aq më shumë e rinin, ajo nuk ka vlerë. Po duhet drejtoria arsimore ti marr parasysh këto gjëra dhe të naftojnë, se ne s'mund të vëmë vetë. E kuptoj. Në qoftë se ja kjo për shembull, ky emisioni tuaj është një lloj promovimi që bëhet, edhe është ka vlera pozitive natyrisht. Sepse kështu është poezia. Poezia duhet lexuar, ose poezia ose letërsia në përgjithësi. Po su lexua dhe tham edhe një herë që nuk duhet hequr, se thatë për mesazhin me të rinjtë, nuk duhet hequr dorë nga libri. Libri ka atë njerëzoren që nuk e gjen dot në asnjë lloj mekanizme. Unë shikoj atë, domethënë me inteligjencën artificiale dhe bën çuditëra, po ai nuk është njeri. Ai nuk përjeton, ai domethënë është një sajim i njeriut, në ndihmë të njeriut, Ajo që është njerëzorja është brenda qenies, edhe është ynore, është diçka që nuk mund të përsëritet me. Ato janë shpike të njeriut për të na ndihmuar. Po, Suel, një mesazh. Mendoj që pavarësisht gjithçkaje, njeriu është i aftë të ndjeje, është i aftë të bëjë mirësi. Dhe letërsia është pikërisht thelbi ku njeriu fiton vetë besimin e të qenit i mirë, që ende shpirti njerëzor ja vlen të dëgjohet. Unë ju falenderoj shumë që na u bashkuat në këtë bisedë që në fakt ne i kemi dedikuar, në fakt gjatë gjithë që nga minutat e para kemi folur për letërsinë, do vazhdojmë të flasim për letërsinë, jo vetëm në muaj, në ditën e javë të veçanta, sidomos në kohë të tilla, pak të vështira, po jo të pamundura, për të përcjellë tek lexuesi i ri fjalën, artin e të shkruarit bukur. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese, jeni gjithmonë të mirëpritura me botimet e reja. Besoj me mosën do të takohemi pak më shpejt, meqense libri tashmë ka dalë nga shtëpia botuese. Sapo ka dalë. Kështu që ky është një lajm i bukur. Ka marrë se do ta kisha sill. E kisha dhe unë gëzim të madh. Është një arsye për t'u rikthyer sërish në studio. Eriona, faleminderit. Faleminderit shumë. Suela, të urojmë shumë suksese. Presim një shitse tjetër ëmbëlsirash në Thojza, besoj se do të vi një libër tjetër. Së shpejti. Një titull tjetër, po kaq të rregjës. Okej, të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Mirë, ne do të ndajemi edhe për sot. Ishim së bashku në Pak nga të gjitha, sigurisht që me të tjerë të ftuar dhe me një tjetër tematik do të jemi të njëjtën e ardhshme në mbrëmje, sërish në orën 20:30. Natën e mirë.